Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Jemi me ditën e gjykimit, këtë ditë madhe, të cilën do ta përjetojë çdo njeri, qoftë besimtar apo pa besimtar, qoftë i madh apo i vogël, qoftë i shëndetshëm mendërisht, por edhe ai që ka qenë i paaft mendërisht. Jo vetëm njerëzit, por edhe kafshët, të gjitha krijesat do ta përjetojnë këtë ditë. Dhe kjo është dita ku njeriu do të kuptojë se është prej fatlumve apo prej fatkeqve. Sepse nuk ka fatkeqësi më të madhe, nuk ka dështim më të madh për njeriu se sa përfundimi i keq në atë ditë. Pra hyrja në zjarrin e xhehenemit, privimi nga xheneti dhe kënaqësitë e tij, e mbi të gjitha pendimi nga shpërblimi më i madh edhe se vetë xheneti, dhe që është shikimi i fytyrës së nderuar të Allahut të lartësuar. Prandaj leximi, bisedat rreth kësaj dite nuk janë thjesht për njohuri, por edhe ndikojnë në forcimin e besimit dhe rritjen së devotshmërisë ndaj Allahut të lartësuar. Dhe ne kemi përmendur disa çështje apo disa ndodhi që do të jenë prezente dhe do t'i përjetojnë njerëzit në këtë ditë. Dhe çështja e radhës, pasi folëm për ringjalljen e tyre nga varret, mënyrën se si do të ringjallen e tjerë, dhe thamë në bazë të haditheve të profetit alayhis salatu wassalam se njerëzit do të ringjallen të zhveshur, të zbathur, të parreth prerë. Çështja tjetër është se cili njeri do të vishet i pari në atë ditë. Cili njeri do të nderohet nga ana e Allahut të lartësuar me këtë veçori. Pra imagjinoni i gjithë njerëzimi nga i pari Ademi alayhis salam deri tek i fundit, të gjithë prezent në atë ditë, të zhveshur, të zbathur e tjerë me shqyllimin që bëm mësimin e kaluar. Por cili do të jetë i pari që do vishet, këtë do nderoj Allahu, sepse edhe veshja do të jetë renditjen e saj, nuk do të jetë për të gjithë për një herësh, dhe as në mënyrë të organizuar, por sipas meritave. Dhe në këtë mënyrë Allahu i nderon miqtë e tij, ata që ju frikësuan atij. I pari që do të vishet është Ibrahimi alayhis salam. Si sot i dërguari i Allahut Muhamedi alayhis salatu wasallam në hadithin e tij që njerëzit të ringjallen të zhveshur, të zbathur e tjerë, dhe në fund tha: wa awwalu nasi yutsa yawm al-qiyamati Ibrahim alayhis salam. Dhe i pari nga njerëzit që do të vishet dhe do të mbuloj pra larkurisinë e tij atë ditë, do të jetë Ibrahimi alayhis salam. Edhe përpara vet Muhamedit alayhis salatu wassalam. Pse kjo gjë mos tregon se është më i mirë se Muhamedi alayhis salatu wassalam, që Allahu subhanahu wa taala i dha këtë lloj nderimi? Jo, nuk është kusht që nëse një profet ka një veçori që se ka një profet tjetër, nuk është kusht që është më i mirë i pari se i dyti. Jo. Por dihet që Muhamedi alayhis salatu wassalam, më i dashuri tek Allahu, imami i të gjithë pejgamberëve, prijesi i njerëzimit, më i miri, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Unë jam më i miri, më i nderuari, zotriu, si më thënë, i të gjithë bijve të Ademit, dhe kjo nuk është mendje madhësi, por tregoj realitetin e tij. Dhe argumentet në lidhje me këtë çështje janë shumë, sepse siç e dim vëllezër, jo të gjithë pejgamberët e Allahut janë në të njëjtën grad tek Allahu. Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Këta janë të dërguar ku disa prej tyre i ngritëm më tepër se disa të tjerë. Ne i besojmë dhe i duam që të gjithë
I besojmë dhe i duam që të gjithë urrejtja e njërit prej tyre të nxjerrë nga Islami. Është në kundërshtim dhe mohimi një nga kushteve të imanit, që është besimi tek të dërguarit. Dhe prandaj Muhamedi alayhi salatu wasallam më i miri. Por lind pyetja, pse Allah subhanahu wa taala veçoi Ibrahimin alayhi salam me këtë lloj nderimi edhe ndaj Muhamedit alayhi salatu wasalam. Dietarët kanë përmendur shkaqe, urtësi të ndryshme. Është thënë se me që Ibrahimi alayhi salam u hodh në zjarr larkurish, pra në atë zjarr të madh që ndezi populli i tij, pra shihni çfarë urrëtie të madhe kanë pa besimtarët ndaj besimtarëve. Pra mjafton njeriu një zjarr i zakonshëm për ta djeg. Ata bën një zjarr të madh. Saqë tregohet që për ta hedhur Ibrahimin alayhi salam në atë zjarr u përdor katapult. Keni parasysh ata katapultat që i përdorin për gjujt gurët më para dhe për të shëm muret e kalas apo kush ishte aty brenda në rrethimin e kalas. E rëndësishme pra, edhe me qenë se Ibrahimin alayhis salam e hodhën pa rroba, Allah në atë zjarr për ta dënuar, dhe e di historinë se si përfundoi, ja nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, o zjarr bëhu i freskët dhe i paqët për Ibrahimin alayhis salam. E hodhën larkuriq, Allah subhanahu wa taala për ta nderuar dhe pjesë e shpërblimit të tij për të sakrificë, vendosmëri, qëndrueshmëri të Ibrahimit alayhis salam në tauhidin e Allahut, e nderon në këtë mënyrë duke vesh të parin. Të tjerë kanë thënë se me që Ibrahimi alayhis salam është i pari që ka veshur pantallona, normalisht jo pantallona si të formës apo të modelit që kemi ne sot, por ajo rrobe ku fut të dy këmbët njeriu. Dhe këtë gjë thonë e bëri nga turpi që kishte Ibrahimi alayhis salam, që mos dukej diçka nga trupi i tij. Pra ishte i turpshëm, ishte tepër i ndershëm. Dhe është i pari thonë që e shpikur të lloj rrobe. Prandaj Allah subhanahu wa taala e nderoi me këtë gjë, duke ditur turpin e Ibrahimit alayhis salam. Të tjerë kanë thënë se kjo është për shkak se Ibrahimi alayhis salam ishte besimtari që i frikësoi më shumë Allahut në kohën e tij. Ibrahimi alayhis salam. Dhe dihet që në kohën e Ibrahimit alayhis salam ishin me gishtat e dorës besimtarët në atë kohë. Besimtarët në atë kohë ishin me gishtat e dorës. Ibrahimi alayhis salam, familja e tij, Luti dhe një pjesë e familjes së tij. Këto ishin. Dhe pikërisht, dhe imagjinoni vëllezër, sa e vështirë shpirtërisht është për një besimtar të jetë i vetëm apo në një numër kaq të pakët përkundrejt apo në një shoqëri të mbushur me pabesimtar. Pra është e vështirë shpirtërisht, është e rëndë për të. E megjithatë Ibrahimi alayhis salam nuk ndikua fare, nga përkundrazi i hapi konflikt të gjithë shumicës për hir të Allahut, jo për çështje dynjaje, por për hir të Allahut të lartësuar dhe tauhidit të tij. Prandaj thon Allahu subhanahu wa taala e nderoi Ibrahimin alayhis salam në këtë mënyrë. E radhës është tubimi në mahshar. Qëllimi me mahshar është vendi ku do të pasi dalin njerëzit nga varret, do të grumbullohen të gjithë në një vend. Do të grumbullohen dhe do të tubohen të gjithë në një vend. Dhe thot i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, innakum mulaqullaha hufatan uratan mushat ghurla. Ju do të takoni Allahun këmbë zbathur, të zhveshur, këmbësor, pra në këmbë, pa mjete, pa gjëra, dhe të pa rreth prerë. Pra fillikat dhe pa asgjë nga kjo botë. Në këtë ditë vështirë do të takoni Allahun këtë gjendje, pa asgjë. Dhe krijimi juaj, siç e kemi thënë, në mësimin e kaluar, do të jetë siç dolet nga barqet e nënave tuaja. Ky është hadithi. Ngjoni mirë të hadith. Pra tha profeti alayhis salam, ju do të takoni Allahun këmbë zbathur, të zhveshur, në këmbë, këmbësor, pra, dhe të pa rreth prerë. Hadithi është i saktë tek Buhariu dhe Muslimi. Vjen një tjetër hadith që mund të keq kuptohet,
sepse kanë ndodhur këto shkuptime, prandaj edhe ne e përmendim e sqarojmë. Nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu se I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Yuhsharu an-nasu ala thalathi tara'iq." Njerëzit do të tubohen në 3 grupe ose në 3 mënyra. Do të tubohen dhe do të jenë në 3 kategori apo në 3 mënyra. Dhe I përmend raghibin, rahibin. Raghibin, dëshirues në mëshirën e Allahut dhe të frikësuar nga dënimi I Allahut. Të frikësuar nga dënimi I Allahut. Ndërsa, dhe tha më pas profeti a.s. dhe 2 do t'jenë, më pas përmendi, dhe do t'jetë 2 në mbi një deve, 3 mbi një deve, 4 mbi një deve, 10 mbi një deve. Dhe grupin tjetër do ta shtyjë zjarri drejt vendit të tubimit. Duhet dim se kuptimi me tubimin në këtë hadith nuk është tubimi pas ringjalljes, por tubimi përpara ndodhisë së kiametit. Një nga shenjat e mëdha të kiametit, dhe që është e fundit, është edhe dalja apo shpërthimi një zjarri të madh nga zona e Adnit në Yemen, flakët e të cilit do të përhapen në tërë tokën. Dhe njerëzit do t'i shtyjë njerëzit drejt Shamit, sepse në Sham do të jetë edhe vendi ku do të tubohen njerëzit, dhe do të jetë brezi I fundit dhe koha e fundit e njerëzve, dhe do të ndodhë kiameti tek ata. Dhe në këtë hadith profeti alayhi salatu wassalam thonë ka për qëllim tubimin në ditën e kiametit, në tubimin para kiametit. Tubimin para kiametit. Sepse në ditën e kiametit njerëzit do të jenë të zhveshur, do të jenë të zbathur. Pra nuk do të jenë mbi deve apo mjetet e tjera, por do të jenë fillikat, pa gjë me vete. Çështje tjetër është toka në ditën e tubimit. A do të jetë po kjo tokë, ky rruzull tokësor, ky planet, apo Allah subhanahu wa taala do të krijojë dhe do të sjellë një tjetër tokë. Dhe Allahu ka fuqi për gjithçka. Thot Allah subhanahu wa taala: "Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar." Thot Allahu azza wa jall, e ditën kur toka do të ndërohet me një tjetër tokë, edhe qiejt dhe të gjithë do t'i shfaqen Allahut të vetmit nga dhënjuesit. Tani çfarë kuptimi ka do të ndërohet toka që përmendet në këtë ajet kuranor? Do të jetë tokë krejtësisht tjetër, pra kjo do të eliminohet, do të asgjësohet dhe Allah do të krijojë një tokë të re, apo do të jetë po kjo tokë, por Allah do t'ia ndryshojë cilësitë. Do t'ia ndryshojë cilësitë e saj. Ka dietarë që thonë të parën, ka dietarë që thonë të dytën, por ka dietarë që I përmbledhin të dyja mendimet dhe argumentet e tyre me një fjalë të tretë. Disa dietarë thonë se kuptimi me ndërrimin këtu është ndërrim, si me thënë, fizik, pra tjetër tokë. Toka e dynjas, në cilën ne jetojmë aktualisht, do të zhdurët, do të përfundoj, thonë. Është tjetër tokë. Dhe toka këtu do të bëhet tubimi, është tjetër tokë. Do të bëhet tubimi, është tjetër tokë. Dakor, ku do të jenë njerëzit pasi dalin nga varret? Me që kjo tokë zëjet. Ka dietar si Imam al-Qurtubi që thonë do të qëndrojnë mbi urën që është mbi xhehenem. Pastaj do të kalojnë te toka e ditës së Kiametit, që do të jetë disa veçori që do përmenden dhe aty do të tubohen. Të tjerë thonë nuk do të jenë në urë, në ditën e Kiametit mbi urë, por do të jenë si mysafirë të Allahut dhe Allahu është më I dituri dhe I plot fuqishëm tu përgatis, tu caktoj atyre një vend.
Thonë. Pse kjo gjë? E para, sepse vjen në një hadith të profetit alayhi salatu wassalam, i cili thot, yuhsharu an-nasu yawm al-qiyamati ala ardin bayda afra ka qursati an-naqi laysa fiha alamun li ahadin. Njerëzit, thot profeti alayhi salatu wassalam, në ditën e Kiametit do të tubohen në një tokë të bardhë. Në një tokë të bardhë, të pastër, të shesht, si kulaçi pra i burrës së bardhë, si kulaçi i burrës së bardhë, të situr, ku nuk do të ketë të shtjellim kulaçi i burrës së bardhë të situr, është në tlapa, për të kuptuar fjalën, si ajo burra rumbullakët. Ku nuk do të ketë asnjë shenjë. Nuk do të ketë asnjë shenjë. Pra në këtë ditë profeti alayhi salatu wasallam tregon veçori që si përkasin kësaj toke. Toke bardhë e shesht. Toke bardhë e shesht. Dhe e krahason me atë burrën e rumbullakët. Thot Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu se kuptimi duke shpjeguar këtë hadith thot tokë në të cilën është e bardhë, pra e rumbullakët si ajo buka, në të cilën nuk është derdhur gjak dhe nuk është bërë asnjë gjuna. Prandaj është e tillë. Pra tokë në të cilën nuk ka ndodhur asnjë vepër e njerëzit, nuk ka male, nuk ka gropa, nuk ka pemë, nuk ka gjë. Krejtësisht e shesht, e bardhë, vetëm tokë. As bimësi, as gjë. Vetëm tokë. Do t'jetë. Prandaj thonë, është tjetër tokë nga toka që jemi në dynja. Dhe kjo është fjala e parë. Fjala e dytë e dietarëve është se do t'jetë po kjo tokë, por Allahu i lartësuar do t'i ndryshojë vetëm cilësitë asaj. E njëjta tokë. Pra njerëzit në të vdesin, nga kjo tokë do të ringjallen, por në ditën e Kiametit do të ketë këto cilësi që përmendi profeti alayhi salatu wassalam dhe sjellin argumente. Nga argumentet e tyre është hadithi Abdullah ibn Amrit, që e përcjell al-Hakim, se thos se kjo tokë do të zgjerohet në ditën e Kiametit, pra do të shtrohet, do të zgjerohet si puna e qilimit, që e shtron kështu apo dhe është i shesht dhe s'ka gjë në të. Pra krejtësisht i shesht. Dhe vendi dhe në të do të ringjallen njerëzit, do të tubohen njerëzit, në të do të tubohen njerëzit. Në të do të tubohen njerëzit. Pra thot, kur t'jetë dita e Kiametit, toka do të shtrihet. Kjo tokë pra, thonë. Kuptimi është kjo tokë. Dhe një mendim tjetër që e përmend dhe Ibn Hajeri dhe edhe Ibn Hajeri rahimahullah, nga dietarët e mëdhenj të hadithit, imam në hadith, dhe i ka shpjeguar Sahihul Buhari dhe shpjegimi më i bukur. Shpjegimi më i bukur dhe akoma nuk ka dalë, edhe pse është shpjeguar vazhdimisht një shpjegim që ta konkuroj, e jo më të themi që t'ja kaloj shpjegimit të Ibn Hajerit, Allahu e mëshiroft. Thot, mund të dyja argumentet të dyja palëve, thot, nuk mund t'i bëjmë bashkë, duke nxjerrë një mendim të tretë. Cili është mendim në mënyrë të përgjithshme? Ky mendim është se ndryshimi i cilësive do të ndodhë në këtë tokë dhe në ditën e Kiametit, në ditën e tubimit do të jetë një tjetër tokë. Pra kur bëhet tubimi do të jetë një tjetër tokë. Dhe e shqellon Ibn Hajeri, Allah më shëroft këtë gjë, por
që të mos zgjerohemi dhe të hymë në detaje që do të na shpërqendrojnë pak, sepse kërkon përqendrim. Mjaftohemi thjesht me përmendjen. Përmendet nga Ibn Abbas se ka thënë që ndryshimi do të ndodhë tek toka, ndryshimi cilësive në tokën e dynjas. Tokën e dynjas. Dhe siç vjen në një hadith se toka e dynjas do të shndrohet në bukë. Toka e dynjas, pra kjo tokë që ne shohim sot me 10 zi, 10 kuqe etj, me gura, me shtrëmb, në ditën e Kiametit do të shndrohet e tëra në bukë. Ku është argumenti? Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith që është muttafaqun alaihi që përcjell Buhariu dhe Muslimi, thot toka ditën e Kiametit do të bëhet si një bukë e vetme, të cilën i gjithë fuqishmi do të rrotulloj me dorën e tij ashtu siç rrotullon ndonjëri për jush bukurën e tij në udhëtim. Cili është kuptimi në udhëtim? Mysafiri kur është në udhëtim nuk i ka të gjitha mjetet e prodhimit të bukurës. Prandaj disa gjëra, proceset bukurës i bën me dorën e tij. Pra rrotullimin e brumit apo përgatitjen se unë se di me si është procesi i bukurës, sidomos në atë kohë që ishin me duar e tjerë, mjetet më pak të disponueshme. Pra do ta rrotulloj me dorën e tij gjithë fuqishmi. Ashtu siç rrotullon ndonjëri për jush bukurën e tij në udhëtim për banorët e xhenetit. Pra ata besimtar në ditën e Kiametit, që janë prej banorëve të xhenetit, do të hajnë. Mitpritje nga Allahu që mos qenë uri, sepse është ditë e gjatë, 50.000 vjet. Por nuk do të hajnë çdo rrush nga njerëzit, vetëm ata që janë banorë të xhenetit. Ata do të kenë lejen për të ngrënë nga ajo bukur. Mitpritje tha profeti alayhis salam për banorët e xhenetit. Kur tharte hadith, profeti alayhis salam, dhe kjo është pjesa që ka lidhje me temën tonë, pra që toka do të shndrohet në bukë. Në bukë ku do të hahet prej saj. Sa po tharte hadith profeti alayhis salam, jo shumë lart në kohë, vjen një person, një xifut dhe i thot: Allahu i madhërisëm të bekoft o Ebul Qasim. Ebul Qasim kunja e profetit alayhis salatu wasalam, sepse një nga djemtë e tij ishte El Qasim, babai i Qasimit. A të tregoj për grostin e banorëve të xhenetit ditën e Kiametit, pra jo në xhenet, ditën e Kiametit, I thot xifuti profetit alayhis salatu wasalam. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i thot, po, tregoje. Ai tha, toka do të jetë një bukë e vetme. Thot transmetuesi i hadithit se profeti alayhis salatu wasalam kur xifuti tharte fjalë, qeshi sa i dukën dhe dhëmballët. Pse? Nga përputhueshmëria. Pra që përputheshin lajmet atyre me lajmet që tha profeti alayhis salatu wassalam. Dhe kjo është argument për vërtetësinë e profetit alayhis salatu wassalam, sepse i dërguari i Allahut nuk dinte shkrimet rëndim që thuash që ishte lexuar shkrimet e shpallura më parë, nuk dinte. Dhe kjo ishte dëshmuar nga gjithë bashkëkohësit e tij. E megjithatë solli një lajm që si përket kësaj bote, por që ishte në përputhje me atë që ishin xifutët nga shpalljet e mëparshme. Pastaj hadithi vazhdon ku i thotë ato tregoj për gjellën e tyre, tha po, gjella e tyre do të jetë Bal'am dhe Nun. Kuptimi e Bal'am është demi. Pra do të jetë dem. Do të therret dem për ata, do të gratuhet ai dem dhe Nun dhe peshku i madh. Një peshk i madh. I thanë, o i dërguari i Allahut, çfarë është kjo pra kjo Balam dhe Nun? Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, dem dhe peshk. Dem dhe peshk. Pra dem nga kafshët e xhenetit, nga demat e xhenetit, për të cilit
do të hanë, që hanë nga qoshet e xhenetit. Ky dëm, kanë brenda qoshet e xhenetit dhe kur të hyjnë banorët e xhenetit në xhenet, do të theret dhe do të hanë nga kjo. Dhe tha më pas profeti alayhis salatu wassalam, ndërsa përsa i përket peshku të madh, do të hajnë nga mëlçia e tij, por nga pjesa që quhet si shtesë në mëlçi. Pra është mëlçia, ka dhe një si copë të vogël ajo. Mëlçia, pra nuk është e tëra e një trajtshme, por ka një si copë shtesë aty. Dhe prej saj do të hajnë, vetëm prej saj do të hajnë 70.000 banorë të xhenetit. Po nga tërë mëlçia, po nga i tërë peshku, sa i madh është, ëh? Dhe Allah subhanahu wa taala që krijoi këtë univers dhe arshin më të madh në krijesë, nuk ka asgjë të rëndë, të pamundur e të vështirë për të. Dhe as të lehtë për të. Gjitha janë të lehta te Allahu. Asnjëra s'është më e lehtë se tjetra dhe asnjëra s'është më e rëndë se tjetra. Jo. Kto janë në kufit e njerëzit. Kto janë në veçoritë e cilësitë e njerëzit, por tek Allah subhanahu wa taala çdo gjë është kun feyakun, bahu bëhet. Pra, ajo që ka lidhje me çështjen tonë për sa i përket të ndryshimit të tokës, ka dhe një fjalë Ibn Taymije, Allahu mëshiroft, i cili thotë se fakti që qiejt në ditën e Kiametit do të palosin, siç e përmend Allahu subhanahu wa taala, si palosjet e fletëve të një libri, apo dhe do të bëhen si ai fijet e leshit, pra, që kur e hap bëhen të tilla, dhe do të ndryshojnë atë formën e tyre, pra nuk do të jenë në të formë që janë sot. Kjo nuk do të thotë që ato do të kalojnë në inekzistencë, pra do të zhduken, do të jenë inekzistente, pra nga që ishin ekzistente më parë, do të kalojnë në inekzistente. Jo, thotë, por origjina e tyre do të mbesë, ama do të ndryshojë cilësia e tyre, do të ndryshojë forma e tyre e tjerë. Gjithashtu, Sheikh Abdurrahman As-Saadi, që ka një tefsir që është përkthyer edhe shqip, në lidhje me ajetin kuranor kur Allah subhanahu wa taala thotë me ajetin surës Ibrahim duket, yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar, ditën kur tora do të ndrohet në tjetër torë për çdo qiell dhe do t'i shfaqeni, do t'i paraqiteni Allahut të vetmit ndërtimtar. Thot Allah mëshiroft se ndryshimi do të jetë ndryshim cilësish, jo ndryshim i vetë tokës. Kuptimi që do iki kjo tokë, do vi një tokë tjetër, apo tubimi do të bëhet në një tjetër tokë. Në të njëjtën tokë do bëhet thot, por do ndryshojnë cilësitë. Si hadithi që përmendëm që do jetë sheshtë, e bardhë, pa gabime, pa vepra, pa gjurmë, malesh, ndërtesash, gropash, lartësish ndryshme e tjerë, gjurmë krijesash që kanë lënë, jo fare. E tjerë dhe përmendëm të gjë. Sepse në ditën e Kiametit thotë, toka do të jetë fush, do të jetë e sheshtë dhe do të shtrohet si shtroja, si të jetë një shtrojë, si të jetë një qylym, si të jetë një tapet. Dhe s'do të ketë mbi shpinën e saj male, shkëmbinje, shenja e tjerë. Por si thot Allahu subhanahu wa taala, qa'a safsafa, fush e shesht, la tara fiha iwaja wala amta, nuk ka as ludina dhe as brigje. Dhe kjo nga tronditja e madhe e asaj dite. Pra çfarë mund të themi duke e përmbledhur? E para që çështja e parë, i pari që do të vihet është Ibrahimi alayhis salam. Çështja e dytë, se mund të harroj edhe unë një. Tubimi i njerëzve dhe mos keq kuptimi i hadithit që flet për zjarrin para Kiametit. Pra që njerëzit do të tubohen, të zhveshur, të mos zbathur e tjerë, ndërsa hadithi që flet për tubimin e njerëzve mbi deve e tjerë, bëhet fjalë akoma në dynja para Kiametit. E treta, ndryshimi i tokës. Çfarë kuptimi ka ndryshimi i tokës? Ndryshim i vetë tokës, pra do të jetë tjetër tokë e re,
apo po që po të ndryshojnë cilësitë. Ka dietar që thonë të parën, ka që thonë të dytën, ka që bëjnë edhe bashkim mendimesh dhe japin interpretimin e tyre. Qartë inshallah? Inshallah do të vazhdojmë me çështje tjera në netët e ardhshme. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu